Petrit Qoli, i pandehur në dosjen Plumbi i Art në gjykatën e posaçme, mohoi të kishte lidhje me vrasjen e Fatmira Dedajt dhe birit të saj Elvis Dedaj, ndodhur në Durrës në vitet 2013 dhe 2012. Për këto vrasje, SPAK ka ngritur dyshime se janë porositur nga i pandehuri dhe vëllai i tij Festim Qoli, që ishte bashkëortak me Dedaj në një karburant. Kam një vëllai që mos e paça, Festim Qoli, tha i pandehuri për të vëllain të shpallur në kërkim nga SPAK, teksa shpjegoi se ndërsa ai vetë merrej me peshkim dhe biznes, i vëllai ishte i përfshirë në shitjen e automjeteve të vjedhura. Nuk e di kush e ka vrarë, tha i pandehuri Qoli për Elvis Dedajn, që i referohej me nofkën Loshi. Vetëm llafe njerëzish, Loshi ka vjedhur drog, thonë, ca të tjerë që kishte florin në makinë, drog. I pandehuri tregoi se kishte qenë për kafe ngushëllimi në familjen e Dedajt dhe se nëna e tij Fatmira kishte kërkuar ndjes se kishte akuzuar Festim Qolin nga tronditja si autor të vrasjes. Në lidhje me vrasjen e Fatmira Dedajt një vit më vonë, i pandehuri tha se i kishte mësuar nga vëllai i tij Festimi, teksa vetë ishte në timon në prenjas. Di që vrasësi ka hyrë dhe ka marrë sende me vlerë, kanë dëgjuar në media, është vrarë te garazhi ku kishte shtëpinë, tha Qoli. Referuar deklarimeve të penduarit Nuredin Dumani, SPAK pretendon se Elvis Dedaj është vrarë pas konflikteve për pronësinë e një biznesi me Festim Qolin, ndërsa nëna e tij për shkak se interesohej në prokurori dhe kërkonte zbardhjen e vrasjes së të birit.